falenderoj qytetarët dhe ndjek shumë pjesë ndaj qytetarëve që përdorin transportin publik privat. Faleminderit edhe për juve mjetë që e keni përcjell këto protesta dhe na keni ndihmu në sensibilizimin e kësaj proteste. Na si kompani private, do me thonë që 6 muaj që s'kemi marrë rruga, mujnë shtatore kanë qiten, për mujnë shtatori kanë përdu, edhe 5 muaj si kanë përdu. Komuna në ka pos bash 2.700.000, ose i ka pagu mujnë shtator edhe 2 milion e i kopës. 1.050.000 i kemi paga. 1.350.000 i kemi voqe ndaj pika profonizohë me në. Problemi këto është që nuk mujna me janis punës, pa ja luku mjetët, pa i sit mjetët, është 2 qeshtje. Qeshtja që do të mi pagu pagat, që s'kanë marrë qërë 6 muaj, e dyta është që do të mi kryenën obligimet ndaj furnizuzve, se nuk dhonë mo naftë ata pa i kry obligimet. Problemi e këtu. Na dhe me thonën adet që i qesin po. Na jem të knaqën, edhe meren kemi fillu në punën sa ma shpejt. Po ju kësha lutën, edhe qeverisë, që tash Asambleja ka aprovu në vendimin për botjen e mjetër 2024 për 2025, ju kisha lutën nëmën gjithë qytetarëve që sa më shpejt me t'i qetë që të fillon transporti sa më shpejt që me i kry obligimet. Se t'ja qetë komunës i kisha lutë që sa më shpejt me i kry këto obligimet edhe me fillu transporti dhe më këthy në gjendje të rejtë në që shkacje. Falemderit për gjithve juve, falemderit edhe je për qytetarëve, edhe juve mjetë të informimit që ne keni përcjellë këtë përsi. Falemderit shumë. Në shambrin në bjanë. 20 smojtë.